para 100 vjetëve, njerëzit shqiptar kanë pas disa virtyte që na sot I humbëm. Kemi pas besën, kemi qenë punëtor të mirë, kur ja punëtor I mirë dhe I fortë dhe bujk edhe luftar të mirë me treguar. Çdo shtet që kemi luftu me ta, I kanë pas ushtrit tonë. Edhe turkit I kemi ndihmuar edhe ketëve I kemi ndihmuar. Mirë po, sot veset e mira I humbëm. Kemi marrë veset e dopta. Kur shembull hajnijën, në fshatrat tona, kur ka pas hajni, e kanë larguar person, e kanë ndëshkuar me largim nga fshati. Sot, njerëzit ulen mas hajnave, ta pinë një birë ose ta pinë një çaj, lakmohen mas hajnijës, edhe e lavdrojnë si pas ka vjedh ka bo shumë parë.